do me thonë, falë njerëzve si temi baba tradhtor ka shumë kuptime, por nuk do të thotë me qenë veç tradhtori i kombit, tradhtori i shtetit. Mos tina tash në këto termet se dihet me çka për çka u fol. Ai djali ai ka tradhtu bashkëtorin e tij. Jo, se ka tradhtu kërkon. Kërkon hiç se ka tradhtu. Okej. Ai djali është nuk po them që tradhtori i kombit, apo kupton se ne më një herë shkojmë në tradhtori i shtetit. Ka bë tradhti djali u dal publikisht edhe ka shkuar te Shqipnia, çfarë tradhti është kjo? Po veç para një anar ka deklaruar që është ndër retimi për vasu Kosovën. Po nuk ka tradhti. Kjo po del mashtrim. Po, jo, është U17, fal, U15, U17, U19, U21, shiriti, okay. A do me shkue? Shko. Jo. Vjen të selektorit, të trenerive, bisedon, kështu. Që kjo është? Edhe u krye puna. Tradhtia mas shpine. Jo. Unë ashtu e shoh. Unë kom pas lejtar vet. Fol, do me thonë, pashaj mundet me koni ri edhe me gabun ashta që thorë me fol me trajnerin, po me quj tradhtar. Shiko. Një njeri që fol babës ti të ke fundit, do me thonë fol babës ti, sa me rënë ti edhe plot njerëzve si baba i ti, ullëm edhe diskutojmë edhe flasëm shqip se qëto është pak jo. Shiko. Tu kërkush se më atë pjesë. S'ka thonë për atë pjesë, po tradhtori nuk është tradhtor. Po s'është tradhtori i kombit, e ti shton tradhtori tiki, tradhtor. Po tradhtori e ka tradhtu more, e ka tradhtu Afrim Tavalonin, e ka tradhtu bashkëtorët e tij, e ka tradhtu. Për çka e ka tradhtu? I kalon llaç more kapiteni. Çka kalon llaç? Solo i ka dalë bre ka dalë. Ka dalë a thuti Afrim Tavaloni e ka bu këtë plani, këtë ekipën tu bazu teknik bruti. A më e me mur ndur kjo? Shqipnia na tradhtoj, Allah ile mos na e merrni. Po jo be, çnë dëkombëtare me shku s'ka lidhje. Çnë dëkombëtare s'ka lidhje. Nëse s'lu për Kosovën ku do shko prap njëjtë është. Po nga ka dalë bre se ka njëjtë çashtu. Po krejt njëjtë është në momentin që të lash ritmin e kapitenit. Dug. Unë mund ka dy dyat. Afrim Tavaloni e ka bu këtë ekipën tu bazu te forca etnik brutit. Jo. Ekipa në individ zbazohet. Këtë kualifikuar kombinat loja, taktika, që tha Blindi zotimi më herë. Taktika u bazute. Unë besoj që ai djali ka shku, për ne ai dëshiroj shumë suksese te Shqipnia. Dëshiroj shumë suksese Kosovës, edhe unë se nishave, ama më shumë marr me një temë se na ka ikë lojtar, unë po besoj që po bëhet pak zhun. Ma tepër se sa që duhet. E para, e dyta e dina sa prodhon Shqipnia. Do me thonë, na kur s'flasëm, sa prodhon Shqipnia. Shqipnia s'prodhon bash heq. Pse pimer tonë, pro? Pse pimer tonë? Po, pse de pimer? Se s'prodhon vetë. Do me thonë, absolutisht, ata janë krizë për prodhimin e talentave aktualisht. Nga menaxhierë, nga federata. Jo, këto shumë bukur e ke thonë. Asnjë futbollist nuk do të shumë 15 U17 su shkuat atje. As bëjmë. Duk, apo më dëgjon duk. Asnjë futbollist, do thotë, nuk e kanë marë, U15, U17. Kur finalizohet, do thotë, kur pjek ataj, si një produkt, kur të shetë që ka dalë në parë, por mos harrojmë diçka. Ato janë edhe interesat personale, se shumë bukur e ka, se i ke edhe, jo, po, kjo është interes nacional, nuk o klub. Klub, ndra, bo qka dush, se është normale. Menaxheri pse punon për lojtarin, se ka përfitimin. E qonë Barcelona, pej Barcelona, e qonë Manchester United, ose ku do në cilin do klub. është normale. Po kur është në pyetje kombëtarja, atëherë veç do të mu ditë. Trajneron veç mendoj që nëse nuk e vesh si panel me çka çka i ka munguar Brutit. Nëse se vesh çka do, nëse i ka munguar edhe një gjyrë diçka, a vetëm veç një shibel e ka pas, nëse se vesh me 100% çet panel, për ne më shko ku dush. Po, mos shko ditën e parë. Shko ditën e parë, mos shko pasi të bën kapiten. Kur dush veç. Ja. Po duke. Tregoma një futbollist që është nga Shqipëria lumë për Kosovën. Një.